Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet në të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të Madhëruar. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi ju. Në këtë botë kalimtare, ku njeriu shpesh mashtrohet nga shkëlqimi i përkohshëm dhe harron qëllimin e tij të vërtet, Kurani na kujton vazhdimisht përfundimin e pashmangshëm të çdo shpirti. Allahu i Madhëruar, me mëshirën dhe drejtësinë e tij të pakufishme, ka ndarë qartë rrugën e shpëtimit nga ajo e humbjes. Për ata që e ruajnë devotshmërinë, që i frikësohen Zotit dhe që përpiqen me sinqeritet në veprat e tyre të mira, Allahu ka përgatitur një shpërblim të madh për to, një jetë të përjetshme të mbushur me paqe, me kënaqësi dhe bukuri të pashtershme. Ndërsa për ata që e neglizhojnë të vërtetën dhe ndjekin epshet e tyre, paralajmërimi hynor është i qartë dhe i prerë edhe i drejtë. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, për punë drejtët është përgatitur e mira xheneti, kopshte dhe vreshta, vajza të reja të së njëjtës moshë dhe kupa të plota. Atje nuk do të dëgjohen biseda të kota e as gënjeshtra. Kështu është shpërblimi nga Zoti yt, dhurat sipas mëritës. Ajeti 31 deri në ajeti 36 të surës Naba. Pra, ajetet e kësaj sureje na përshkruajnë një gjuhë të gjallë madhështinë e shpërblimit për të devotshmit, duke përmendur kopshte të begata dhe mirësi të panumërta si një dhuratë e merituar nga Zoti për njerëzit. Ky përshkrim nuk është vetëm një premtim, por një thirrje e fuqishme që zemrat e besimtarëve të zgjohen, të reflektojnë dhe të zgjidhin rrugën që çon drejt mëshirës dhe kënaqësisë së Allahut të Madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, për ditën e sotme do të ndjekim surën Ghashia, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. A ke dëgjuar për ngjarjen gjithëpërfshirëse, Kiametit? Atë ditë do të poshtorohen fytyra njerëzish që kanë punuar e janë raskapitur duke bërë të këqija në këtë botë. Ata do të digjen në zjarr të nxehtë e do të pinë nga burimet të valuara. Për ata nuk do të ketë tjetër ushqim përveç ferrave helmuese, të cilat as nuk do t'i mbajnë, as nuk do t'u ashuajnë urim. Atë ditë, fytyrat e disave do të jenë të gëzuara, të kënaqura për punët e bëra. Ata do të jenë në një kopshtë të lartë, në të cilin nuk do të dëgjojnë fjalë boshe. Aty ka një burim rrjedhës uji dhe divane të larta, ka kupa të përgatitura për t'u pirë dhe jastëk të renditur, si dhe shumë qilima të shtruar. Vallë, a nuk i shohin dhe vetë se si janë krijuar? Po qiellin, se si është ngritur? Po malen, se si janë vënd të patundur? Po tokën, se si është shtrirë? Prandaj, këshilloi njerëzit o Muhammad sallallahu alaihi wasallam se ti je vetëm këshillues dhe nuk je ngarkuar t'i detyrosh ata me forcë. Sa për ata që shmangen dhe nuk besojnë, Allahu do t'i ndëshkojë me dënimin më të madh. Padyshim, ata do të kthehen të gjithë tek ne dhe patjetër që do të japin llogari para nesh. Të dashur vëllezër dhe motra, në fjalën hyrëse të temës për ditën e sotme, që do të flasim rreth temës shpërblimi i devotshmëve dhe dënimi i mëkatarëve, ndoqëm 5 ajete të surës Naba, nga ajeti 31 deri në ajetin 36 të kësaj sureje, dhe shtjellimi i temës pikërisht do të jetë
komentimi i këtyre ajeteve që ndoqëm së bashku. Premtimi i Allahut për të devotshmit është i madh. Në fillim të ajetit 31 të surës Naba, Allahu thotë: "Vërtet, për punë drejtët është përgatitur e mira xheneti." Pra, fjala el-mafaz është emër vendi dhe vjen nga rrënja el-fauz, që ka kuptimin të arrish të mirën dhe mirësinë e përbashkët me shëndet të plotë. Po ashtu, fjala el-mafaz ka kuptimin e shpëtimit dhe të fitores, e cila është edhe nevojshme për besimtarin për këtë kuptim. Fjala mafaza është situar, po t'i ndjekim këto ajetet në gjuhën arabe, është situar si term që tregon një fitore të madhe, arritjen e mirësisë dhe lumturisë. Pastaj do të shpjegojmë fitore, pra pas arritjes së mirësisë dhe të lumturisë, njeriu arrin fitoren dhe lumturinë. Në ajetin kuranor thuhet se ata do të kenë kopshte të gjelbëruara dhe lloje të ndryshme rrushi. Pra, ku Allahu thotë kopshte dhe vreshta. Pra, fjala el-hadaiq, pra kopshte, është shumë si i fjalës hadika, që ka kuptimin kopshti gjelbëruar dhe me plot pemë, i cili është i rrethuar dhe i mbrojtur nga çdo gjë. Ragibi, në librin e tij Mufradat, thotë se fjala hadaiq tregon një tokë që ka shumë ujë në brendin e saj, por mund t'i thuhet edhe syrit, që është gjithmonë i lotuar. Është për t'u habitur se nga të gjitha frutat që Allahu përmend në Kur'an dhe që gjende edhe në tokë, në këtë ajet theksi është vendosur vetëse tek rrushi, ndoshta për shkak të shijes shumë të mirë që ka ky frut. Sipas njohësve të ushqimit, rrushi, përveç se konsiderohet si një frut i plot, përbërësit ushqyes i ka të përafërta me qumshtin e nënës. Po ashtu, rrushi bën që trupi ynë të krijojë nxehtësi të dobishme për ne, dhe veç kësaj, rrushi ka shumë vlera ushqyese, saqë mund të konsiderohet si një farmaci natyrore. Rrushi ka po ashtu veçorinë e antihelmit, është i dobishëm për filtrimin e gjakut, për largimin e reumatizmës, për sëmundjen e tokës, si dhe lufton rritjen e ures në gjak. Prandaj Allahu i madhëruar, kur thot shpërblimi i të devotshmëve, përmend rrushin, duke ditur se të gjitha këto vlera ushqyese dhe shumë vlera të tjera të rrushit janë si një dhuratë për besimtarin, sidomos në këtë botë, imagjinoni edhe në botën tjetër. Në ajetin më pas, Allahu thot: atje nuk do të dëgjojnë biseda të kota e as gënjeshtra. Pra, pija që prodhohet në këtë botë, pija alkolike, si vera, rakia, uzo e të tjerë, e deh mendjen e njeriut, zjarrsinë e njeriut e largon nga truri, kështu që njeriu fillon të flasë për qartë e pa pasur mendjen. Ndërsa pija që do të pihet në xhennet, do t'i jap njeriut fuqi, mendje të shëndosh dhe dritë të qartë. Prandaj, atje nuk do të ketë biseda të kota dhe as gënjeshtra, por njerëzit do të jenë të kthjellët edhe se do pinë nga kjo pija në xhennet. Për sa i përket kuptimit të fjalës fiha, janë dhënë dy mundësi, po ta shohim pra në gjuhën arabe këtë ajet. Fiha, mundësia e parë është xheneti, ndërsa mundësia e dytë ka të bëjë me kupat. Sipas komentimit të parë, kuptimi i ajetit do të ishte: në xhennet nuk fliten fjalë të kota dhe gënjeshtra, pra nuk do të dëgjoni fjalë të kota dhe gënjeshtra. E njëjta gjë thuhet edhe në surën Ghashia që ndoqëm për ditën e sotme. Allahu thot: ata do të jenë në kopshtin e lartë, në të cilin nuk do të dëgjojnë fjalë boshe. Ajeti 10 dhe 11 i kësaj sureje. Sido që të jetë, një nga dhuratat e mëdha dhe shpirtërore të xhenetit është se në xhenet nuk ekzistojnë gënjeshtrat, fjalët e kota, thashethemet, shpifjet, nuk mohohet e drejta, nuk justifikohet e kota, nuk flitet keq me fjalë ofenduese e shumë të tjera. Të gjitha këto bëjnë që zemrat e atyre që largohen nga punët e këqija të jenë gjithmonë të shqetësuara. Sa bukur është kur njeriu qëndron në një vend të tillë, nuk flitet kot dhe nuk vuan nga kotësia. Allahu thot në ajetin 62 të surës Maryam se Bismillahirrahmanirrahim, aty nuk do të dëgjojnë llomotitje, por vetëm fjalë për shëndetje e përpaqe dhe do të ushqehen në mëngjes dhe në mbrëmje. Në përfundim,
Përmendja e këtyre bekimeve shpirtërore tregon se Allahu është i madhëruari e mëzemërgjëri. Mëtej Allahu shton dhe thot: "Kështu është shpërblimi nga Zoti yt, dhurat sipas meritës." Çfarë bekimi dhe mirësie më të madhe dhe më të mirë se kaq mund të ketë robi i vogël dhe i dobët që të marrë të gjitha përkëdheljet, mirësitë dhe dashurinë e krijuesit të madhëruar. Në këtë mënyrë, Allahu i jep njeriu të respekt të madh, ngritje, përkujdesje dhe falënderim të plot. I gjithë ky respekt dhe dashuri u jep aq shumë kënaqësi besimtarëve, saqë nuk mund të krahasohet me asnjë bekim tjetër. Dhe nga ky ajet mund të mësojmë se dhuratat hyjnore, edhe pse kanë aspekt mirësie, në të njëjtën kohë është në llogari të veprave, që do të thotë se preferenca dhe mirësitë e Allahut janë në përputhje me veprat e mira të njeriu që bën në këtë tokë. Të dashur vëllezër dhe motra, le të flasim pak në lidhje me shpërblimin e të devotshmëve dhe dënimin e mëkatarëve. Në ajetet e mësipërme, u fol për dhuratat dhe bekimet e Allahut, i cili ka vendosur në dispozicion për njerëzit e devotshëm, duke i krahasuar me ajetet e kaluara që flasin për dënimin e punëkqive dhe të jobesimtarëve. Midis këtyre ajeteve është bërë dhe një krahasim interesant. Zhvillimi i kësaj teme na çon drejt një realiteti të madh që Kurani e thekson vazhdimisht: drejtësia absolute e Allahut dhe ndarja e qartë mes atyre që besojnë dhe veprojnë vepra të mira dhe atyre që shpërfillin të vërtetën. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. A mos i bëjmë ne ata që besuan dhe bën vepra të mira, si ata që bëjnë shkatërime në tokë, apo t'i barazojmë të devotshmit me mëkatarët? Ajeti 28 i surës Ra'd. Pra ky ajet e vendos themelin e kësaj çështjeje dhe temës së ditës së sotme, ku nuk ka barazim mes dritës dhe errësirës, nuk ka barazim mes bindjes dhe mëkatit, nuk ka barazim mes shturjes dhe udhëzimit, dhe Allahu xhaleshanhu shpërblen të devotshmit njëkohësisht dënon ashpër ato të cilët mëkatojnë. Devotshmëria nuk është thjesht një fjalë, por një gjendje e brendshme që reflektohet në çdo aspekt të jetës së besimtarit. Ajo shfaqet në sinqeritetin në adhurim, në drejtësinë ndaj njerëzve, në përbajtjen nga harami dhe në durimin përballë sprovave. Allahu thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, të devotshmit do të jenë në mes të kopshëve dhe burimeve. Ajeti 15 i surës Dhariyat. Ky premtim është garanci hyjnore që çdo sakrificë në këtë botë do të shpërblehet me një mirësi të përjetshme në botën tjetër. Dhe nga ana tjetër, kemi mëkatin dhe neglizhencën, të cilat e largojnë njeriu nga mëshira e Allahut dhe e çon atë drejt në përfundimin të dëmshëm. Kurani përshkruan gjendjen e tyre me fjalë që tronditin zemrën, teksa thuhet Bismillahirrahmanirrahim. Dhe për ata që mohuan, do të ketë zjarr të xhehenemit. As nuk do të mbaroj për ta që të vdesin, e as nuk do t'u lehtësohet dënimi i tij. Ajeti 36 i surës Fatir. Dhe ky nuk është vetëm një ndëshkim fizik, por edhe një humbje shpirtërore dhe një pendim që nuk sjell kurrë si dobi. Megjithatë, gjithmonë kemi thënë që dera e pendimit mbetet gjithmonë e hapur, për sa kohë që njeriu është i gjallë dhe kthehet me një sinqeritet tek rruga e drejtë. Allahu me mëshirën e tij të pakufishme thot: thuaj, o robërit e mi që keni bërë padrejtësi ndaj vetes suaj, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Ajeti 53 i surës Zumar. Kjo është një thirrje e hapur që çdo mëkatar të kthehet me sinqeritet, të pastrohet dhe të bëhet pjesë e atyre që do të gëzojnë shpërblimin e madh. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: Dunja, bota është një vend kalimtar, ndërsa ahireti është vend banimi i përhershëm. Prandaj, merrni nga kalimi juaj për qëndrimin tuaj në atë botë. Ky është një udhëzim i thellë që na mëson se çdo veprim i ynë në këtë botë është një far që do të jipet dhe do të lulëzojë në botën tjetër. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: ai që punon për këtë botë, sikur do të jetojë përgjithmonë, dhe për ahiretin sikur do të vdes nesër, ai është i shpëtuari. Kjo balancë është çelësi i suksesit, pra të jetosh me përgjegjësi në këtë botë, por me zemrën të lidhur me botën tjetër.
Allahu thot në Kuranin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Për ato të cilët janë të devotshëm dhe bëjnë vepra të mira, shpërblimi i tyre është si më poshtë. Aty do t'u shërbehet një gotë e mbushur nga një burim i rrjedhshëm, me pije të bardhë të shijshme për ata që do ta pinë. Prej saj as nuk do të trullosen dhe as nuk do të dehen. Ajetet 45-47 të sures Safat. Pra Allahu shpërblen të devotshmit, ato të cilët durojnë në këtë botë, bëjnë vepra të mira dhe qëndrojnë të palëkundur në rrugën e fesë së pastër islame në këtë jetë, Allahu xhaleshanuhu e ka dhënë premtimin, shpërblimin e tyre, e ka ngritur Zoti i tyre si në këtë botë edhe në botën tjetër. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju.